Pra ati I cili sot argumentohesh me atë pjesë se ja filani apo filani I cili qëndrojnë të vërtetën çka e gjeti atë, se nuk është përfundimi I një dietari, për shembull Burgosi atë. Jo asnjëherë. Nuk është përfundimi I dikujt nëse I ndodh një sprov prej sprovave, apo nuk është argument prej argumenteve nëse I ndodh sprov prej sprovave të dunjas. Por sprova më e madhe është ai I cili nuk ka mundësi me duru dhe ndryshon parimet në të cilën ishte pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Dhe në këtë kohë në ka përmendur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam se njerëzit do t'i besojnë rëncakut dhe nuk I besojnë të vërtetit. Kjo është fitnja e Tuhemas. Fitnja e devës së zezë, fitnja e errësirës së zezë befasuese është kur njerëzit fillojnë me formu referencë dikush që I gënjen, I mashtron, madje ndonjëherë dhe e dinë se I mashtron dhe ndjekin atë, u yukadhabu fiha sadiq dhe nuk I besojnë të sinqertit. Çka thon për sinqertit? Nuk ka vizion, nuk din, nuk është lart pams, nuk din me mashtru, t'len pa bok, t'len pa ilaç, t'len pa këta kështu me radhë. Kujtoje mirë se ajo e cila është bindje nuk largohet me dyshim. Mos ju beso dyshimeve dhe qëndro në anën e besimtarëve. Dhe thuaje lutjen më të madhe që ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në shumicën e rasteve ka thonë: o ti I cili I rrotullon zemrat dhe I ke zemrat e njerëzve në dorën tënde, më bën të qëndrueshëm në fen tënde.